Përshëndetje, mirëmëngjesi. Këtu në Suedi sapo jemi zgjuar, edhe pse dielli ka lindur shumë herët, kështu që duket sikur dita ka filluar shumë kohë përpara, në të vërtetë është ora thjesht 6:30, 7. Ja. Na ka dalë dielli sot, kështu që jemi shumë të lumtur, sepse të rrallë kemi ditët me diell në Suedi. Meqense është mëngjes, po bëj një kafe për veten time që të hap syt, sepse pastaj më duhet të bëj gati vajzën e vogël për në kopësht, dhe djali ka ikur më përpara sepse ai fillon në orën 8, ndërsa vajza fillon në orën 9 kopshtin, kështu që ka kohë. Ky është zëri i ëmbël i vajzës time. Unë pak ditë më përpara kam patur ditëlindje, kështu që është akoma në festën e happy birthday. Kjo është familja ime e bukur, për të cilin jam shumë krenare dhe falenderuese ndaj Zotit. Ky ekspresi do t'ju tregoj një ditë tjetër, është shumë i mirë. E kam bler tek Lidl dhe kam 3 vjet që e përdor disa herë në ditë. Është vërtet, shiko çfarë kafe bën. Shumë e mirë. Tani do përgatisim pancake. Për pancake unë i bëj të ky measuring cup. Pavarësisht se më duhet marrë një xhami, më duhet miell, qumësht, 2 kokra ves, edhe gjalp. Do t'i trazoj të gjitha, sigurisht. Pak krip, shumë pak krip, pak sot buke, sepse e fryet një çik dhe bëhet më i mirë. Edhe goca më pëlqen shumë. Miellin nuk e kam futur në këto tasat të modern, sepse i më rob thjesht, domethënë, dhe për momentin nuk kemi tas. Janë zënë makarona. Do provoj të thyej vezët me një dorë, siç i bëjnë ata shefat e mëdhenj. Po sigurisht nuk ndodh me mua, kështu që ju lutem të më mirë kuptoni. Nuk është e thjesht njerëz. Kështu që vezët nuk i thyem dot si profesionista, po rëndësi ka që bim brenda dhe lëvoshgat nuk na ngecën brenda. Është çike vështirë të filmosh me një dorë dhe pastaj ta trazosh. Mirë, po ky tasi, siç u thash, është rehat se kur e hedh te tigani, nuk bën shumë pjesë. Unë do gjej një tas qeqi, janë disa pak më të gjerë dhe funksionojnë më mirë. Po edhe me këto i bëjmë tani, se pancake po bëjmë, nuk po bëjmë ndonjë shkencë, po që gjithsesi fëmijët i kanë shumë qejf për mëngjes, është një gjë e thjeshtë dhe e shpejtë. Ne i lyejmë jo me krem ose sprinkles, i lyejmë disa herë, po përgjithsisht me Nutella, edhe i bëj si ti prolesh, do t'ja tregoj pastaj. Tani do hedh qumshtin. Sigurisht mirë është që ti përdori me sasi, por urdhomami. Por unë e hedh me sy. Që e hedhim me sy, përgjithsisht, në qoftë se duhem që dalin pancake as të trash, as të holla, do të hedhim pothuajse të njëjtën sasi mielli me të njëjtën sasi qumshti. Në tas, mund i mas për këto tasat, me këto macet e vogla të bardha, por mund t'i masë me çfarë doni, amanse në shtëpi, edhe me gota, domethënë sa më thjesht, nuk është sa. Do të hedhim pak krip, unë përdor, pas kam mbaruar kjo për pak. Këtë Himalayan përdor, këtë pink, kripën e rozë, shumë e mirë dhe kjo, dhe pak sot buke, që të kriju dhe e fryja. Një çik, një majluge, si i thamë. Sepse nuk po bëjmë shumë pak po bëjmë, sa për mëngjes, nuk është se do bëjmë shumë. Tani i trazojmë këto, në fund fare hedh miellin unë. Kam shkrir pak gjalp në mikrovalë. Është ai clarified butter, që është shumë i mirë. Dhe unë e lyej pak tiganin me të, dhe pastaj e hedh pjesën tjetër tek pancake që të dali një shkrifti mirë. Kështu që do lyej me këtë furçën tiganin të voglin, se nuk ngjit, ndihmon që dalin më mirë. Gjithmonë pancake-u i parë zakonisht nuk del gjë, po edhe pse është tigan që nuk ngjit, mirë është ta shtrojmë me këtë. Unë kështu e bëj personalisht tani. Ka mënyra për të bërë.
ndesim tani dhe të rinë që ngrohet ajo, se ndërkohë që ngrohet tigani, unë kam kohë që të përzjej elementet e fundit, si më thënë, përbërësit e fundit që kanë ngel gjalpin edhe miellin. Do t'i trazoj mirë që të bëjë një masë homogjene. Ashtu e një. Edhe 2. Nuk jam bushë plot këto lugët e macet, po gjithsesi. Ja. Mirë është kaq. Kaq e hollë është mirë sepse edhe tigani nuk është i madh, është i vogël, domethënë është ai tigani që mund skuqesh vezë. Po unë i bëj këtu për prakticitet, them drejtën se tani enët e kuzhinës nuk mbarojnë kurrë. Ja. E hedh kështu, e bëj gjithmonë te ky tasi kështu sepse është gjithmonë më thjesht për ta hedhur në tigan edhe nuk bën pis. Tani do presim. Përgjithsisht kur fillon krijon flluska sipër, e di që është gati për tu kthyer nga ana tjetër, ose edhe kur e lëviz tiganin majtas djatha, edhe kjo është pjata e gocës. Edhe kur lëviz tiganin majtas djathas dhe lëviz ajo shkrifët, do thotë që është pjekur nga njëra anë, kështu që mund ta kthejmë lirisht në ana tjetër. Me një spatull sigurisht që të mos e prishim se tani. Ja. Në filloj flluska, që ka dhe flluska më dhe kjo. Përgjithsisht bëhen çik më të vogla, domethënë ca flluska të vogla, por edhe kjo mirë. Flluska në gjithsesi. Presim edhe pak, sepse unë nuk e kam vënë sobën në maksimumin e zjarrit, domethënë ja. Është kthyer. 2 vezë janë më së të mjaftueshme, japin edhe këtë ngjyrën e bukur dhe gjalpi ndihmon. Dhe unë si hedh më tani, gjalp as vaj as gjë, tani vazhdoj vetëm hedh pankekët e tjerë, domethënë brumin e përgatitur për të tjerë. Dhe nuk i hedh më gjalp, as nuk i hedh më vaj, se nuk ngjit gjithsesi tigani. Presim ato flluskat e famshme, ja ku bën. Ja, për këto flluska e kisha fjalën. Kur bën këto, e kthem nga ana tjetër pa frikë, din që është pjekur edhe ka marrë ja, të ngjyrën e artë, domethënë, shumë e bukur. Kjo është një pankek, na ka firmuar edhe një zemër. Ky është një pankek që është fiks, ashtu siç pëlqehen. Dhe not touching. Oh, kush u zgjua? Goca ime ka gjithmonë qef që tulet me mua t'i bëj. Dhe nuk e prek sepse është shumë e ngrohtë, por nuk do që të digjet. Kështu që presim sa të bëhet pankek, do ta lyejmë me Nutella, do ta bëj në role të vogla, ta presim copa të vogla, se kështu i ka qenë goca. Dhe ti haj për mëngjes. Procedura është e njëjtë, po besoj se të gjitha mamat e dinë, sepse është e pamundur mos të kesh të bësh pankek për kalamajt sot. Ja ku e kemi edhe këtë, dhe ta lyejmë me Nutella, kështu siç e bëjmë gjithmonë. Dhe Mommy, taste it. No, you can taste it. Ja japim atë moskini, kjo nuk është thik, kjo është thjesht një luks që lyen, kështu që është e padëmshme. Ja i pres kështu në copa të vogla dhe do t'e dërgoj gocës dhe tavolina e vet. Sepse kjo aty akoma ha, dhe pse është gati 4 vjeçe, ka qeftulet të kjo karike që e kam shkurtuar dhe është bërë baraz me divanin tonë për shembull ose me tavolinën tonë ngrënjes, ujin e princeshës edhe të bëftë të mirë. Tani unë do ta pastroj të gjithë rëmuin që bëm, që të kemi mundësi të rigatuajmë në drek. Faleminderit!